Dhe ndalemi në Kosovë, ku të dielën në Kosovë do të zhvillohen zgjedhjet parlamentare. Për të diskutuar më shumë, lidhemi në këto momente drejt për drejt me kolegen Linda Karadaku, e cila ndodhet në Prishtinë, ku do të ndjek nga afër dhe procesin e votimit ditën e nesërme. Linda, të përshëndes. Sa partia në garda, është gjithçka gati për ditën e nesërme? Kanë filluar të shpërndajnë në flet votimat? Kanë filluar në fakt dhe kjo është faza e parë sot që ka të bëjë në fakt më shumë me votimin në konsulatat apo në ambasadat e Kosovës, ndërkohë që janë 17 parti dhe 3 koalicione, 900 kandidat të cilët garojnë në zgjedhjet e nesërme, janë të tretat brenda 18 muaj, që tregon në fakt një problem me rritjen, le të themi këtë fazë rritjes dhe të zhvillimit të shtetit të Kosovës, sepse natyrisht duke pasur zgjedhje kaq shumë në një kohë kaq të shkurtër krijojnë probleme me stabilitetin e vendit. Ndërkohë do të jenë diku rreth 2.1 milion votues, ndërkohë që Kosova ka rreth 1.6 milion banor. Pjesa që është e madhe në fakt e rëndësishme ka të bëjë me diasporën, votën e diasporës, që këtu është shumë e rëndësishme sepse nxjerr një numër të mirë deputetësh dhe në fakt bën edhe ndryshimin për disa prej partive politike. Në zgjedhjet e kaluara diaspora përgjithsisht ja ka dhënë votën në masë lëvizjes vetvendosje, do të shohim në zgjedhjet e nesërme se ku do të shkojë kjo votë. Linda, duke qenë se dhe ti e përmende, Kosova ka shkuar her pas here në zgjedhjet të parakoshme. Cila është thirrja që bëhet nga ana e Bashkimit Evropian në këtë rast? Në fakt, zyrtarët e lartë evropian që kanë qenë këtu, më i fundit ishte Antonio Costa, zyrtari i lartë evropian, presidenti i Këshillit, ai ka kërkuar stabilitet, ka kërkuar institucione të qëndrueshme, ka kërkuar që Kosova të vazhdojë të qëndrojë dhe të ecë përpara në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Natyrisht që ecja përpara në rrugën drejt BE-s kërkon që vendi të ketë stabilitet, është ajo që po themi. Dhe institucione të cilat të jenë afatgjata në mandatin e tyre dhe natyrisht që vendi të mos shkojë nga kriza në krizë. Por duhet theksuar se edhe këto zgjedhje që mbahen nesër kanë një problem i cili nuk është zgjidhur me zgjedhjet e tjera të parakoshme apo zgjedhje normale parlamentare të përgjithshme. Dhe ka të bëjë pikërisht me çështjen e presidentit, që në një parlament me 120 vende kërkon 80 deputetë të jenë të pranishëm në sallë për të krijuar atë që quhet quorum dhe për të filluar procesin e votimit. Duke pasur parasysh që është pothuajse pamundur që një parti e vetme në Kosovë të arrijë të marrë 80 deputetë në një parlament me 120 vende, nëse partitë politike nuk arrijnë të bëjnë kompromis për presidentin, Kosova rrezikon përsëri të shkojë në zgjedhje të parakoshme. Duhet thënë gjithashtu dhe duhet pasur parasysh që në 120 vende, 20 prej tyre janë vende të rezervuara për pakicat kombëtare, nga të cilat 10 janë për serbët. Kjo nënkupton që pavarësisht nga rezultati i tyre në terren, ata i kanë këto vende sepse u garanton kushtetuta e cila është ndërtuar, është formatuar në bazë të planit Ahtisari, që ka pasur një kujdes të veçantë për pakicat kombëtare. Por të paktën deri tani partitë politike nuk llogarisin votën të paktën të 10 deputetëve serb që do të jenë në parlament në një kombinim të mundshëm për të zgjidhur çështjen e presidentit. Pra do të shohim se si do të shkojnë gjërat nesër, por deri tani situata është kjo. Pra nuk llogariten këto 10 vota. Patjetër, duket se do të jetë një ditë e gjatë, Linda, ditën e nesërme, dhe unë të falenderoj për raportimin tënd të drejtë për drejtë nga Prishtina.